Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ishte në Sarandë, ku inspektoi disa rrugë. I shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Sarandës Oltion Çaçi, drejtuesi politik Bledi Çuçi inspektoi kantierin për rikualifikimin e disa rrugëve të brendshme në lagjet 1 dhe 2 në Sarandë. Sipas Çuçit, ky qytet sot jeton ditët më të mira dhe me kaq entuziazëm sa i përket edhe sezonit turistik. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi tha se në Sarandë ka rritje të vlerës së pronës dhe një perspektivë të ndritur përpara për të qenë kështu një nga destinacionet kryesore të turizmit në mesdhe. Nuk dënjon që të shëshojmë t'ja bëjmë tamam siç duhet, që mos përplasen ato gomat edhe çajin aty. Këtu jemi me firmën që të rregullojmë gjithë lagjen, atë shkallën vetë jo thotë dua ashtu siç e ka thotë. Nga Saranda, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi premtoi të tjera projekte të rëndësishme për këtë zonë me qëllim zhvillimin turistik dhe ekonomik të gjithë këtij territori.